TikToku armiku i fundit nga Lutfi Dervishi. Ja ku erdhi momenti, tani mund të marrin frymë lirisht, pas vitesh të tëra përballje me korrupsionin, keqeverisjen, skandalet, emigrimin masiv, krimin e organizuar, sistemin arsimor të dalboje dhe paartuar, rivendosje në shina të SPAK. Më në fund, qeveria ka dhënë kurën për armikun që ka identifikuar se i kanoset vendit, mbyllim TikTokun. Për të mirën e të gjithëve, vizioni i ri i qeverisë ka vendosur të jap fund rrezikut për 12 muaj deri në 2030. Kush e di se sa rreziqe të tjera do të çrënjosen. Naivitet të pyes është nëse kjo është një rastësi që ndodh 2 muaj para zgjedhjeve, kurse si. Kjo është thjesht një përpjekje sinqert për të shpëtuar rinin ton nga videot me kërcime, sfidat idiote, recetat për makarona me ton, nga uqërit e fshehur në luginat e rrjeteve sociale dhe njerëzit që janë bërë të famshëm duke qenë të sinqert. Kjo nuk ka të bëjë me faktin që kryeministri nuk e ka audiencën e TikTokut me vete, jo. Në këtë vendim historik, si ato mendimet që në kohën e Enverit, kur ishim vetëm, ne sot ndryshe nuk jemi vetëm, jemi në një shoqëri që na e kanë zilin të gjithë. India 2020 e ndaloi TikTokun se kishte probleme me Kinën. Pakistani 2021 e ndaloi se po përhapte imoralitet. Afganistani 2022 e ndaloi që të mos shpërqendroheshin njerëzit nga ligjet e sheriatit. Jordania, Kirgistani, Nepali dhe Somalia e ndaluan për arsye të ndryshme, kryesisht se duhet të ndalonin diçka. Australia nuk e lejon për fëmijët nën 16 vjeç. Kanadaja, Britania, Zelanda e Re dhe shokët e tyre europian e kanë ndaluar për punonjësit publik në telefonat e punës sepse çuditërisht ata shkojnë në punë për të punuar, por si gjithmonë ne bëjmë diçka ndryshe, diçka model për botën. Në Shqipëri nuk e ndalojmë vetëm për punonjësit, as për të rriturit e ndalojmë për të gjithë, se kjo është demokracia e vërtet. Sot e nesër, nesër e pas nesër plot 12 muaj demokraci. Ky është solidariteti, ose jemi të gjithë të lirë, ose të gjithë të bllokuar. Më në fund mund të flem të qetë, Shqipëria nuk ka më halle, përveç TikTokut. S'ka rëndësi që një TikTok mund të ishte më i shpejt për të treguar ndonjë skandal korrupsioni se sa ndonjë media e kapur. S'ka rëndësi që shumica e të rinjve përdorin për të bërë humor mbi realitetin që jetojnë. S'ka rëndësi që vendimi ngjan më shumë me një puç digital se sa me një akt demokratik. E rëndësishme është që nga java tjetër ne nuk do të kemi më nevojë të shqetësohemi për algoritmet e TikTokut. Do të kthehemi tek algoritmet tona të vjetra, si për shembull kundrimi i listave të kandidatëve për deputet me shpresën se ka ndonjë emër që nuk ka lidhje me botën e krimit, shqyrtimi i premtimeve për ujë 24 orë, shëndetësia falas, legalizimet e kurudhat, rrugët e lëna rrugëve e të tjerë. Praktika e vjetër trushplarjes dhe fikjes së trurit me emocione lajmesh vijon me intensitet. Në fund të fundit, një vendim i tillë duhet përshëndetur sepse që nga data 15 mars, një Shqipëri pa TikTok do të jetë vendi ku të gjithë jetojnë të lumtur pa probleme, pa halle dhe mbi të gjitha pa bezdisjen e një videoje që mund të na kujtojë se çfarë po ndodh në të vërtetë. Pas 15 marsit, kushdo që do të lundrojë në një platformë të vërtetë, sugjeroj sy më sy se cila do të zgjerohet me rubrikat vesh më vesh, krah më krah, nofull më nofull, dhëm më dhëm, gjumë më gjumë.